Policia në Dhërmi bën me dije se ka konstatuar disa raste të palishmërisë në këtë zonë, në përgatitje që po bëhen për fillimin e sezonit turistik. Efektivët shprehen se janë konstatuar disa raste ku operatorët turistik kanë hedhur inerte në rrugë ose kanë ndërtuar paleje. Policia bën thirrje që operatorët të mos ndërtojnë paleje e të mos hedhin inerte, pasi do të përballen me ligjin. Në njoftimin zyrtar të policisë bëhet me dije fakti mbi ndalimin dhe procedimin penal të disa personave të përfshirë në krime mjedisore dhe dëmtim të pronës publike. Në njoftim thuhet se Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë, falte mbështetjes së qytetarëve, ditët e fundit ka nisur kontrolle të vijës bregdetare të qarkut Vlorë, me qëllim parandalimin e krimeve mjedisore e kryesisht ndotjes së mjedisit dhe ndërtimeve paleje në zonën bregdetare. Nga kontrollet është konstatuar se shumë operator turistik kanë filluar të bëjnë gati ambientet për pritjen e pushuesve gjatë sezonit veror dhe gjatë punës kanë ndotur mjedisin duke hedhur inertet në rrugë dhe në hapësira publike dhe jo në vendet e përcaktuara për këtë qëllim. E kështu sipas policisë janë proceduar penalisht disa shtetas në lidhje me këtë vepër penale, ndërsa policia bën thirrje operatorëve turistik dhe banorëve të zonave bregdetare të mos ndotin mjedisin duke hedhur inertet e mbeturinat në rrugë dhe të mos kryejnë ndërtime pa leje pasi do të përgjigjen ligjërisht. Në mbyllje të njoftimit zyrtar, policia fton qytetarët që të denoncojnë në çdo rast të ndërtimeve pa leje, ndotjes së mjedisit dhe të çdo palishmërie tjetër, duke ju garantuar anonimat të plotë dhe reagim të menjëhershëm e ligjor, pasi vetëm kështu sipas policisë, bashkërisht mund të ndërtojmë një ambient sa më mikpritës për turistët dhe vizitorët.